Klubi i futbollit flamurtari për shkak të ngjarjeve në ndeshjen me Teutën është dënuar të luajë 8 ndeshje me stadium të mbyllur pa tifoz. Vlonjatët gjithashtu sipas Komisionit të Disiplinës kanë marrë një gjop prej 500.000 lekësh për incidentet e ndodhura, ndërsa këto 2 dënime për shkak të natyrës së rëndë të incidentit, sikundër është klasifikuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, nuk mund të konvertohen. Të premten në ndeshjen flamurtari Teuta në minutën e 69 nisi një përplasje mes futbollistëve në fushë, ku ishte edhe piknisje e kësaj ngjarje. Por realisht Vlorës po i bie në qafë dhe se dënimi me 8 ndeshje pas spektator dhe pa të drejtë konvertimi është i rëndë dhe i padrejtë. Si mund të penalizosh një publik të tërë që po zbukuronte kampionatin, një qytet që po mbante dritat ndezur vetëm nga ky futboll, apo shpërdoruar një investim kaq të madh? Qytetaria vlonjate mori një goditje të rëndë, por nuk është era e parë që këto ngjarje ndodhi në kuristë të Flamurtarit dhe Vlorës. Me sa duket, Flamurtari u vret syt me investimin modern, me stadiumin plot dhe me lekët që nuk merren nga taksa paguesit vlonjat për të mbajtur ekipin dhe klubin, por janë një investim tërësisht privat. Gjyqtarët vinë në Vlorë me një qëllim të caktuar gjithmonë kundër Flamurtarit. Të njëjtën gjë e bëri edhe gjyqtari Eldorian Hamiti të premten, duke irrituar lojtarët në fushë, por edhe tifozët në tribuna e duke krijuar kaosin e qëllimshëm për t'i dhënë një dënim as pak të merituar Flamurtarit. Stadiumi Flamurtari u mbyll me 8 ndeshje, por Federata Shqiptare e Futbollit mbyll edhe jetën në Vlorë, pasi ai impiant ishte gëzimi dhe gjallëria e qytetarëve të Vlorës çdo mbrëmje fundjavë. Njëri shikim edhe njëri këtij vendimi do t'ishte në të mirë të gjithëve. Vlorës edhe këtë herë i ra në qafë me pa të drejtë. Në stadiumet e tjera ka ndodhur dhe mund të ndodhin ngjarje shumë herë më të rënda, por kur nuk janë dhënë dënime dhe nuk do të jepen këto dënime masakruese, si kundër jepen kur ngjarjet ndodhin në fushën e Flamurtarit, në atë fushë ku për hir të së vërtetës luhet futboll i pastër, ku kundërshtarit jepet dora kur fiton dhe ku edukata qytetare është në nivelin më të lartë, si kundër edhe mikpritja bujare e një qyteti të tërë.